Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, thumma amma ba'd. Ndëruar vëllezër, po vazhdojmë edhe sot me hadithin e 10 të haditheve të cilat i ka përmbledhur Imam Nawawi rahimahullah ta'ala në librin e tij të njohur 40 hadithet e Imam Nawawiut. Hadithin e transmeton Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, një hadith i madh të dashur vëllezër besimtar. Thotë Abu Huraira ka thënë profeti alayhi salatu wassalam, inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, Allahu është i mirë dhe nuk e pranon vetëm se të mirë, pra veprën e mirë, fjalën e mirë është të mirë. Wa inna Allaha amara al-mu'mina bima amara bihi al-mursalin. Allahu i ka urdhëruar besimtarët me ato çka i ka urdhëruar edhe pejgamberët, profetët. I ka thonë profeti ja ju ar-rusulu kulu min at-tayyibati ma razaqnakum. Ja rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan. O ju të dërguar, punoni, hani prej gjërave të mira, po prej halalit, wa'malu salihan dhe punoni mirë. O qalë dhe pastaj ka përmend ajetin tjetër, ja ayyuhalladhina amanu kulu min at-tayyibati ma razaqnakum. O ju që keni besuar, hani prej asaj çka ka furnizuar, çka është halal. ثم ذكر الرجل لا يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Pastaj profeti alayhi salatu wassalam ka përmend një person, një burr i cili është dalë një kohë të gjatë në udhëtim në sefer, për ka dalë për ibadet, qoftë kandidare për hax, xhihad ose në kërkim të diturisë, por ibadet që kërkon një kohë të gjatë. Ash'ath akbar dhe kjo dalja e tij në udhëtim një kohë të gjatë e ka bërë o lodhur as kapito plohnues apo pa kri apo pa lagë kështu më radh. Ash'ath akbar yamud yadayhi dhe ka ngrit duart lart në qiell duke lutur Allahun azza wa jall, madje duke thirr Allahun në emrin e tij, që kur thirret në atë emrin Allahu përgjigjet. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, o Allah. ومطعمه حرام. Profeti alayhi salatu wassalam, ushqimi i tij është haram. Pija e tij është haram. Wa ghudhiya bil haram. Dhe është ushqy, ka ndjetorët e ka për qëllimin tash, është rrit. Ai edhe i vogël kur ka qenë është rrit me është ushqim me haram. Fa anna yustajabu lahu, e qysh ju përgjigj Allahu këtij personi. Hadith është jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe rëndëqetës. Dhe qëllimi kryesor i këtij hadith është kujdesi që fitimi, rreziku, ushqimi me qenë halal. Kujdesi që fitimi, rreziku dhe ushqimi për veti, për familjen, për fëmijët me qenë halal. Dhe më rujt prej haramit. Andaj dhe shëllëzër edhe sot do të flasim pikrisht për këtë hadith, por për një pjesë të këtij hadithi ajo është fitimi halal, ose ushqimi halal, rëndësia dhe ndikimi që ka. Shëllëzër fillimisht kuptimi i rrezikut halal, ose i fitimit halal. Islamu do shëllëzër, ose në Islam, rreziku ose fitimi halal është kur ai është i ngritur mbi disa shtypa. Domethënë prejardhja e tij, fitimi i tij i ka përmbush çdo kritere. Se është në rëndësi me ditë çka është halal. Se ndoshta dikush mendon haram është veç me lirë, ose në një mënyrë tjetër e haramit. Edhe është haram i madh, por ka dhe mënyra të tjera të fitimit, të cilat munden pastaj me shëndru fitimin dhe pasurinë në haram. Allahu na rujt ya rabbal alamin, dhe mos më apo hojrin personit pranore asaj pasurie as në këtë botë, por edhe me keqe me dhon pastaj llogari edhe botën
njëri prej dietarëve që di është çështja e pasurisë. Çudi është çështja e pasurisë. Njeriu kur vdes, krejt më ropa e len. Dhe për krejt ka me dhonë llogari. Krejt pasurinë që ke fitu, ki me lonë. Dhe për krejt pasurinë cilën e le, në këtë botë ki me lonë llogari në ahiret. Dhe në hadith është ose që ndajnë pak më vonë, thotë profeti sallallahu që njeriu ka më pyet për katër gjëra, s'ka mundësi me kalu ditën e gjykimit pa pyet për katër gjëra. Për tyre wa amalihi, për pasurinë e tij minejne ktesebe, çysh e ka fituar dhe ku e ka shpenzuar. E vetmja pasuria është që personi, robi pyetet edhe çysh e fiton, po dhe çysh e harxhon. Andaj do të thotë halal do thotë në kupton që pasuria ose fitimi prejardhja e pasurisë cilën ushqehet dhe me cilën punon me të i ka përmbush këto disa kritere. Kriteri i parë en yakuna al-amalu mashru'an, që vepra të jetë, puna të jetë legjitime. Puna me cilën fiton me kanë legjitime, mos me kanë punë haram. E këtu ta shko shumë punë që janë të ndaluara. Shumë punë që njerëz fitojnë prej tyre, shumë veprimtari që njerëz fitojnë prej tyre janë të ndaluara. Kriteri i parë është që veprimtaria puna me qenë halal. Dyta është që marrëdhënia që kryhet për me fitu me qenë drejt, mos me pas zullum, mos me bë dikojna pa drejtësi. Ndoshta puna në parim është halal, por mundet me pas pa drejtësi gjatë punës. Edhe këtu kohë sot doni mënyra dhe shembuj, por nuk po zgjenohemi shumë për shkak të kohës. Fillimisht puna me qenë halal dhe veprimtaria me qenë halal. 2. Marrëdhënia e punës, pastaj kryerja e punës me qenë drejt, pra gjatë fitimit, për gjatë punës mos me bë zullum. Tash secili mundemi me sjell shembuj, por nuk po zgjerohemi dashur. 3 dashur që mos me pas mashtrim. Mos me pas mashtrim në punë. Wailun lil mutaffifin. Subhanallah. Allah zënë Allahu po kërësën për thëtë mirë për ata që mashtrojnë. Është fjallën në që mashtrojnë në punë, në vogën, në metërën, në kualitetën, në cilësie. Mashtrojnë me vedi. Wailun, mirë, lil mutaffifin. Mirë për ata që mashtrojnë. Është kërcënuar në fillim të surës. Ata cilët kur bojnë llogari për veti, janë shumë kujdesshëm. Mos me humb asnjë cent. Po kur matin për të tjerët, ndryshe është. Kur ta ma ty mallin që ti ke me ble, nuk e shet e hiç vogën, e çet që ka. A kur ti jap ti parë ti nxjerr në sy. Që kjo është vojë. Kur matin për të tjerët, mallin e vet që e merë, i ringoti fort. Por ato që e jep, ndoshta nuk është i kujdesshëm. Dhe ta shumë zërë shmi që besimtari për ata nëse moni çdo herë, për mos më hinë këtë ajet kërcënues, çdo herë, që të pak ma shumë. Kjo është dhe nëror të punës o vojtoshë. Mos ja të rezet bashkë me sekonda. Shko, për shembull, mesorari i punës është 8-4, ose 8-5, ose 8-3, orar që ti e marrë vesh. Ma halal është me shku 10-8, ose 5-8, se sa në 8-10, sepse këtu, nëse ti shkon pak ma heret, ma halal e ki, po nëse shkon pak ma vonë, është ma problem.
pastaj në vogën, kanarën, peshorën, metere. Subhanallah. Kur t'ju bjen mirë e mot me metre, kur t'ju bjen mirë thët katrum, ka dalë Allah, ku e le tash metre? Krejta mot me metre, ndo pozicione kur e shetë që ti në pak me mot e thët, jella që të katrum po shkuj. Allah zë puna Allah të shtëra. Pasha Allah e puna Allah të shtëra. Por e shumë të nësi. Për ata se njerëz shumë kanë bo, shpejt janë pasuru, po edhe shumë shpejt probleme në kanë dojtë. Shpejt janë pasuru, shumë firme e në bo, po edhe shumë të lashe në mes familjeve, në mes vllaznive, në mes personave, në mes ortokëve, në mes jenë dalë edhe për dalin për dirë. Sepse nuk janë kujdesshëm me respektu halave. Po se cili këqyrë me mashtru tjetërin, Allahun e në tjera me lajë. Pra mësë me pasë mashtrim e vazën, mësë me pasë mashtrim punë. Mësë me shqit një produkt me emër tjetërin, me emër diçka të qasështë. Nështë të fitimi është me vogën në këtë dynja, por Islami nuk ka veç për këtë dynja. Allah dhe ma shumë të hynë për akiret se thonë është për këtë dynja. Ashtu e njerëz për një fitim të shkur të vogën të saj dynje, e harën që ka me dha pasaj e ka me dha më vejnë. Është bela e kohës tonë të dashër vëzër, që është humbë besimi, është humbë besa. është humbë besa në punë. është edhe fetar, është edhe namazli, nështë është edhe haxhi, po prapë nuk flenë zemra pa i nejtë të kry, sepse besa humbë. Nëse e shkuptan kërkush, sepse atë shumë është përhap kjo të lashë, sa që Allahu në rritë, Rabbel Alemin. Allahu në rritë. Dhe, por të shëllëzër që mësë me pasë gjërë në luar në fetim që është rriboja, kamata. Subhanallah. Me kati madhë prej mëkateve të mëdha shkatërruese. Kamata. Njerëz nuk janë shumë kujdesshëm në punën me kamon. Dhe po futen në kredit sikurse me pasin halal 100%. Flasë musliman. Dhe që është me katëve të mëdha. Pika të do shumë nëzër, andaj ndurën nëzër Islami nuk e shqiqon riskun dhe fitimin vetëm si një përfitimit të një Allahut. Ja. Islami e shqiqon fitimin ibadet dhe përgjithësi për Allahut. E kjo është shumë rëndësi. Muslimani kur nuk e këshyrë veç që është me mrit dheri të pare. E këshyrë se apo e fiton në halal. Ndaj ka thonë për vetës në shërëzët, ka më orë një kohë, ka fundi që njerës nuk kanë me shiku se që është përfitojnë. A halal, a haram, me nënësi është në bëpore. Islami e shqeqon riskun, fitimin se përtej intereset material dhe dunjallah të shqeqon edhe se ibadet dhe përgjithësi për Allahun subhanahu wa ta'ala, por të shëtëzër Islami e shqeqon mallin se pasuria halal nuk shtohet vetëm në aspektin material dhe ekonomik, por ndikimi i tij ose i saj është në aspektin shpirtëror. Kjo është shumë rëndësi. S'punon dhe s'fiton veç me bo numra pare, jo, fiton edhe me rujt zemrën, me rujt dinin, me rujt ahlakun, me rujt familjen, përmes fitimit halal.
Për mes fitimit Allah në muslimanit dënë edhe me siguru ka shokën e gojës, po edhe me siguru në derin dhe vëtshmerin të këllahu për Allah subhanahu ta'ala. Piket nga shërëzër kemi shumë ajete dhe adhjet për vejta selam që të nëzisin për me fitu Allah. Ka thonë Allah azza wa jall, duke udhruja ju ledhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, dhe që keni besuar hanin për e të mira dhe min tayyibat. Pra është qëllim për e atyre që janë halal, mimma razaqnakum, për asaj që ne ju kemi furnizu. Po është thonë Allah azza wa jall, yasalunaka madha uhilla lahum kullu uhilla lakum at-tayyibat. Kur pyesin ata cilat janë gjërat e lejuara, çka na është leju, e kanë pyetur Profetin sallallahu alaihi wasallam, çka është halal, çka është e lejuar? Ka thonë, jo është lejuar juve ajo çka është e mirë. Gjërat e mira të dobishme janë të lejuara. Gjërat e dëmshme dhe të këqija janë të ndaluara haram. Po ashtu Allah subhanahu wa ta'ala ka thonë në Kur'an, ja ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin. O ju njerëz, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban, hani për asaj që është në tokë, halalan tayyiban, që është halal dhe që është e dobishme, e mirë. Jo të dy karakteristika që i ka përmend Allahu të ushqimit që janë shumë të rëndësishme. Me qenë halal dhe me qenë e dobishme. E para shumë rëndësi, me qenë halal. Po dhe dyta është më rëndësi shumë sepse me qenë e dobishme për kënë. Për shëndetin. Ka shumë të dështëtë që si për Allahu pale dëmë, që ka ushqime që janë halal në pare, po janë të dëmshme, si kurse po shohim sot plot produkte që ne jemi rritë me to i kemi pasja. Sot po dhejnë vëlla nuk është mirë me konsumu shqeqer shumë dhe mirë të bardhe, me pasën e mirën e bardhe, 1.000 kila mirë, kërë puna ka nejtë bime në shlirë, edhe një thes shqeqer 50 kg, subhanallah, edhe një paket vaj, tash, po thëjnë, krejtë të janë të dëmshme. Edhe një dhe bardë, edhe vaj industrial, që ne e përdorim me shumicë, është pejtë dëmshme për shëndet, edhe sheqeri, edhe kripa poshtë. Dhe ushqime tira, së plasin për pijet dhe gazone që e tash energjike, tash të quajtë energjike, po realisht janë shkatruse, se dhe mësë për dritë. Subhanallah. Allah më këtë rejtë dhe i gjelon njërës, hani halal edhe hani gjërat të dëpeshme. Kurse profetës në të shudëzër në disa dite ka të rejtë rejtë që besimtarit jeni kujdes shumë se qysh profiton dhe qka po qënë shtëpinë e ti. Ndaj në ditën që të si ka mëherët të profetë alaihi sallatu wassalam, la tazulu qadama abdin yawm al-qiyamah, nuk ka me kalu njëri ditën e gjykimit pa pyet për 4 gjëra. An umrihi fima afna, për jetën e tij ku e ka kalu. Për rininë e tij çysh e ka harxhu. Jetën përgjithësi, rinia në veçantë. Për shkak të rëndësisë që ka të dashur vëllezër, mosha e nis. Dallimi i madh është mes atij besimtari që rininë e kalon në ibadet dhe mes atij që kthehet diku në pleshni, edhe ajo është mirë. Por rinia është jashtëzakonisht fazë e rëndësishme vëllezër, edhe për shkak të produktivitetit që ka, por edhe për shkak të mundësive të devijimit që i ka. Pastaj thot për pasurinë e tij ka u pyet ka fitu dhe çysh e ka harxhu. Në dashur bëni kujdes, ka thonë në një hadith tjetër, po ashtu ittaqullaha wa ajmilu fi talab. Një hadith jashtëzakonisht i madh dashur. Keni frikë Allahun wa ajmilu fi talab. Keni frikë Allahun
Dhe u ajmilu fi talab është bëhuni të drejtë të mirë në ato që po kërkoni, pra në kërkim të rrezikut. Sepse thot ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله. Keni frikë Allahun, lëmë rizqën me Allah. Dhe mos bëhet shkak, mos ta shtyj dikon për jush, nëse ju është zvonu rizku pak që me kërku ato me haram, subhanallah. Pra rizkën e kitë shkrumë dhe i komentarë. Po ti mos u korrekt, që shto është hadithi. Keni frikë Allahun, wajmilu fi talab, dhe rizkun kërkoni me ato që është e lejuar. Dhe mos nxitoni duke kërku më bo ma shpejt pasurinë e shpinë, veturën, ato mos. E kjo pastaj me të shty me punu me haram. Sepse për dhe të selam, fe inna Allahe, nëse të Allah azza la yunalu ma indahu illa bi ta'ati, sepse të Allah nuk merret ajo që është e kaj vetëm se përmes të mirës dhe ibadetit. Pra të dashur vëllezër, rizku është i shkruar. Ai ka me ardh, por robi mundet me bë sabër dhe me fitu me halal, dhe mundet mos me bë sabër dhe me e marr çato që ka pas shkruar me haram. Jo më tepër. Çdo të thotë. Keni frikë Allahut, kërkoni rizqën me Allah. Dhe mos nxitoni nëse dikune ju është zvonu rizkoj me dikune zdes, po nështë ju vënu pak plotësimi i disa gjëra që ai ka qef, mos bëhet shkak që me e shmëmu rrugën e drejtë. Sepse thot në pare nuk ka mundësi me më fitu vetëm përmes asaj që Allah azza wa jalla ka përmes asaj që është e mirë. Në risku, ndikimi edhe kjo është pika e tretë, risku ose ndikimi i riskut halal është jashtëzakonisht i madh, fillimisht në familje dhe në person. Ne po flasim më shumë për familje dhe për shoqëri. Kur personi është i kujdesshëm që me fitu halal, kjo rritkon besueshmërinë dhe sinqeritetin punë. Ai që nuk e prek haramin, ti nuk i tutesh. Ja lën liresh shpinë dhe shkon te smeresh me to. Pra kur personi punon me halal dhe ka për dert me fitu halal, ai ka rritkon besueshmërinë dhe sinqeritetin në punë. Por kur është mashtrues, humbet besueshmëria. Por të dashur vëllezër, rritë ndjenjen e përsierjes Allahu subhanahu wa taala. Persone që punon me halal do të thotë ai ka frikën. Ka frikën Allah. Dhe e ka në hatër që është duke përsirë Allah. Se mos me pas kështu, në e duhet është vëllezër, ajo vajzë e rinë në kohën e Omerit radhiyallahu ta'ala anha, cila ishte duke përgatit qumshtin nana e saj. E kjo po i ndihmon nanës mi mush shishat me qitë në treg, me tabel, me qështë. E Omeri e ka pas shpërit, është vëzër si kërse hecat që kanë frikë Allahun azza wa jall, me dalë Medine, në qytet, ku ai ka qenë mënes, me dalë natën, mos ka dikush në i halë. Sepse natën zakonisht shfaqet ajo, duket kush ka halë, jep qut, drita dhezën, ka të lashe, sratuat, dhe qështu ka qenë, jeta. Dhe Omerit duke kalu pranë asoj shtëpie për ndëgjën një bisedë mes një gruaje dhe mes një vajze, nana po i thotë që te ka pakuj bia ime, mos e deri dikun me qumsht e pakuj, mashtrohet insani, subhanallah. E vajzë i thotë, oj nana ime Omeri pra prisi muslimanëve ka thonë mos me përzin hytbe, la ilaha illallah. Kaq hall i kanë kushtu, pa që më kushtu rëndësi, edhe për qitë qasht i kash, ndoshta e vogël është, ajo kreta, ajo shishe është
so ka qenë atë nuk e di, por ta të nashë zakonisht e 1 litër e gjys, 1 euro e gjys. Edhe në qato ka kushtu Omer ka folë, edhe për qato ka folë Khalife e muslimanëve. Thot mëse përzi jo i non nuk bëmi i qitë qumshtit tuj nga se përgjeci e mirën mu'minin Omeri ka thonë nuk lejohet me përzi qumshtin dhe mëse përzini o milet. Pra ata sa ka mujtë me fituë, sot sa i fiton ai që e përzi qumshtin me ujnë në shishë mundet me fituë është në 20 cent. Ta 20 cent me bo haram halalin, ato që ke fitu me njës, e ke punu të rvedin, është për me bo shimin, për mja qitë, mja ofruë paktive në fund, por që ata e bënë me ma haram. Nona e shkret, për i thot, oj mija ime, Omeri nuk në shetash, edhe not, edhe jena mrena në shpet. Ta shbija me shkretaj, nona Omeri nuk në shet. Allahu në shenë. E aj që e Omeri kërë ndëgjëj, tha që sa i shpije ati në shëqrusit ti. Që sa i shpije, tha leja në shenë. Ta shumë pëhina notën me të razu, sa haloj ishteërsirë. Po që sa i shtëpije, bëjnë në shaj e vina ditën, më të razu për shërta. Por të shërëzër, puna me halal e ngrit ndjenjen e el-muraqabe, e ndjenjen që Allahut të shenë. E kjo pastaj të bënë edhe punën, të shtenë edhe njetën me përmisu. Sepse kretë punën të pastaj e ki halal, dhe ki ibadet. Sepse e ki fri që mos për i shkele unë a zëtë parimin. Subhanallah është edhe një prej ndikimeve shumë të mëdha të punës halal, është edhe i përmison në raportet familjare dhe rrëfisnore. Zaten nuk ndodhin probleme në familjet të pune e pasërisë vetëm kur nuk respektohet halali. Vetëm kur dikush përndolet familjes këqyrë me përvecu diçka në mënyrë të palejuar. Dhe se ka frigën dikush është. Dikush për antarë nuk e ka frigën do të me marë haram. Ose oren, ose shtyn megjen, ose ja merë hisën motrave, qikave, e kështu me radhë. Me nëndësi është nuk respektohet kriteri i pasurisë ose fitimit halal, andaj bjen haram. Kështu që fitimi me halal ose me pas parasysh halalin pro edhe raportet jenë më mirë, sepse askush nuk dënë me shtin gojën e ti haram. Per ata, jo që e jep hisën, vlohë që shë ndëriton, po i thotë, nështë edhe që të ma si kur të bere megje. Jemi thonë si s'ki hisë e ti këtu, se si e konë kësaj ti, kene e ti ashtë. Hisë e bobës të me konë barabar. Që e kalon boba të ka hisën të gjithë, e bobës. Kështë ato që e ke fitu ti me njësën tonë, është tjetër mame. Kur respektohet Allah dhe të dashërëzër, ka ma pak probleme edhe në familje, edhe në shoqënim atje. Pse? Sepse kanë thonë djetarët, kur besimtarët respektojnë kriteret e halalit, ata edhe fitojnë me halal, po edhe din që një hisë e pasurisë e tyre është për fukara, është për njerë që s'kanë, është për s'kamnur. Pra të mirat e kësaj që ndikimi pasurisë halal është përdej personit, është në familje dhe është në shoqëri. Dërsan, pikja e fundit e sotit është dhe disa shembuj se qysh i kanë kushtuar rëndësi besimtarët që ajo që e fitojnë e hajnë me qenë halal. Tregon është transmetuese profetit sallallahu alaihi wasallam ka thonë inni lanqalibu ila ahli fajidu at-tamrata saqitatan ala firashi subhanallah. Tato në kur jam kthy kur vesha në shtëpi tek familja u kthesha. Kur shkojsha në shtëpi gjojsha një hurme në shtrat.
Me në shpit, një hurme. I kom gjithë. Tu. Dhe mërësha me hongër. Tu e që të guja. Dhe kënë mos është prej sadakës. Edhe kresha. Hurme, hurme. Por profeti dhe familja ati e kam pas të ndaluar me hongër sadakën. E në shpinë e profetit dhe shpëzër, shpesh herë besimtarët e kanë qu sadakën, kanë thonë, te e din kujnë e jaqën, e kanë qu për me shpëndohë. E thëtë, ndoshta ka met në i hurme, në karo prej sadakës, o met shpeta, shumë e s'jemi sigurt, a është e imja, a është e sadakës. E kur dësha me hongër, e këthesha pra, ma mirë nuk behojq. Kurse hastin e Abubekrit, e dini do shpëzër se atë rastin e ati punëtorit ti i cili ka punu të Abubekri një herë prej një ndër interesante kër i ka dhonë në shka Abubekrit me hangër ma se ka fut në gojë ka thonë din prej shkafit është i kjerë që të dash ka thonë ose ti ka thonë une kur kam qenë i pa dëzuar kam qitë falë kam qenë falëtur i kam mashtru njerës. E ka i herë, thëtë, ka ndodhë që une i kam mashtru, po ka herë ja kom qillu, për shakë. Dhe dikush më ka dhonë diçka. Se më shërove, se më kalzove, se... E që kjo që e hamër ti ka dhonë është prej që ati fitimit që më ka dhonë ajë. Dhe Abubekri ka shtikë i stingujë dhe ka vjetë krejt që e ka hamër e ka qinë. Radhiyallahu ta'ala anhum. Subhanallah të shëzët e rrasa se këtu se ku përmene jo më kaluar, e cila kur dilte buve ti, kur dilte në mëngjes me shkën pun, i thështë, o bore jam, o bove e fëmire, i të tila, këfri Allah. Sepse na mujna me po sabër, ndaj dhim bjeve të uris, të skomjes. Por është vështirë me bas komjen ndaj dënimit Allahut. Pra, edhe në mos më ishme fitu shumë, le tjetë halal, se bojna sabër. është ma mirë për neve dhe me lecë sa, dhe unë azët me hongër haram e pastaj nuk e nuk botën tjetër. Subhanallah dhe shërëzër, është Abdullah njëri për i djetarë, Abdullah Mubareku dhe një djetarë marë. Të regohet se sa ka qenë i kujdesshëm në baba i ti. Dhe baba i ti, Mubareku, ka qenë punëtor në një kopsht. E ka mbajt kopshtin një personi. Dhe një dita i pronari i kopshtit të erë me disa shokë dhe me shtetin kopsht. Dhe i tha Mubarekut, këti punëtorit. Tha, në i sjell disa shega të ëmbla. Ky është ka i muar dhe shega i kishë kopë. I thonë, është e reja stolli pronari. Kur e kërkoj dolen të, nuk e dolen të ëmbla. I tha, oke, unë të kërkova të ëmbla. E jo me shije të edhë. Apo ku e dirë dhe cila është, e ëmbër cila është, edhë. A qysh në kërdin, që sa vjeta jetë të përnu, tha, kur se ki kërku asja? Tha, kur? Se të ta sukëron lejë për ata. Unë e morë me përnu dhe e marë rrëdhe. Për me hawër fruta, nuk u kërën leje. Me vitët tona. Po përnan, ja, subhanallah. O, nozën të ashtë nësë njërës. E mushën strojse. E jo që ju punëtori, po punëtori edhe pronari e bën halal. Po sa njëri shkën e mush fejsin, e mush traktorin. Edhe ka që zërët e bërë, pujët. I qënë të shpia dhe qërë, hani dardha, hani molla, edhe fëmija kanë qërë. A më ta shetë ndikimin të është, a lo se këj të regimin. Dhe kjo për i vetë, për në tash me vërtetu, thëtë për i vetë ka përrët, që e kanë njërë të tash, që kjo që për thëtë kjo është të vërtetë të kurë, kjo person thëtë, hamër e për e kësa i boshe s'ka, që këtujë, që sa vjetë që është boshe.
Atëherë thotë që për mëndot ati më bërë e thotë unë e këmë një vojsa të kam. Thotë kam për përzën e votë. Thotë e Jehudu, thotë janë ditë zakonisht i martojnë vojzat kush ka pore. Për pore. Ta janë njërës të interesit. Në sama, të kreshterët këpër thëmë, të kreshterët e shikojnë bukuri. Arabt e shikojnë familje, kanë qenë të kona autoritare, familje e mirë. E në muslimun, kurse besimtarët e kanë të kollakur, kurse është me i dëvatëshëm. Ty thëtë, ta shumë di ku jeti. Dhe të akotët njëri me dëvatëshëm se sot ti. Dhe ja bërë për hajë vojzën e e prej që ti bobe pasaj ka dole Abdullah ibn al-Mubarak, njëri prej djetarët më të famshëm të botës islame, i cili thot ndërkohë është lëzër. Dhe kjo është shumë e rëndësi. Shumë është rëndësi e vozës e njerës të mëndojnë me fitu, pasaj të do në fitaj ka pak edhe me haram për jap, zeqote jap sa do, ke me ndënë që e pastrën fitimin haram me zeqate me sadat. Ose të shkojnë haqë dikur edhe i lojnë. Në gjënë që ka thëtë Abdullah ibn Mubarak. Thëtë me refuzu, me shpëtu prej një dirhami haram, është me dashër për mu se sa 100.000 dirhami në sadat. Ma i knoqen jam nëse arri që asë dirham haram mos me fitu, se sa 100.000 me dhonë sadak. Që kjo është djali stina që në ke ka hamër asë në sheg, pa lejene, se të në ke ka dhonë leje. Në ke ka dhonë leje pranari. Subhanat është dhe edhe në shambull, ose dy shambull i kam edhe për mbyllë që Allah Ta'ala, kanë qenë kujdesshëm ndaj haramit, pra se kanë hongër haramin, pastaj Allahu ka kompenzuar në familje. Baba i Imam Bukhariut, rahmetullahi alaihi. Subhanallah, thotë Ismaili ka qenë baba, e ka pasanin baba i Imam Bukhariut. Imam Bukhariut me deri kush është. Imam Bukhariu është dietar i cili ka përmbledh hadithet më të sakta në koleksion e quajtur Sahih i Bukhariut. Nuk ka libër më të saktë pas Kur'anit që nuk ka asnjë më dyshje se sa libri i Bukhariut. E po thot Ahmed ibn Hafs, njëri prej dietarëve, thot kom shku të baba e Bukhariut në momentet e vdekjes, në shtratin e vdekjes. Me po, thot fekaj, la a'lamu min mali dirhamen min haram, wala dirhamen min shobes. Para të vdek, po thot, nuk di që në pasunin ti me ka një dirham haram, ma dje asë të dëshimt. Baba e Bukhariut. Nuk di që në pasunin time ka kumlon konfitu një dirham haram, ma dje asë të dëshimt. Se haram i qartë, që heqë, po asë të dëshimt. Ka qenë një qka dëshimt, ju kum largu, thot këtë djetarë, pastaj thot, edhe pash vetën ti nëse saj vëgje kjo. Dhe thot e kuptoha se kur prindjen të mirë, ndikimi tyre është të fëmijët dhe Allahu a ka pasan. Andaj, e ka dhonë Allahu këtë djallë, Imam Bukhariu, dhe thot e citan tash kë ajeti Kur'anit wa kana abuhuma salihan. Që Allah ka përmen për ata
në surën Kahf të regimin dhe të kane buhuma salihan, sepse ata kishin një babën e kanë pas të mirë. E mas e kanë pas babën e mirë, Allahu ja ka rujt edhe fëmijë, edhe pasurin, edhe familje. Subhanallahu dashur dhe në shembull ose të regimit fundit përmendet që Gjunayd el-Baghdadi rahimahullah kur është kthyer ditë në shtëpi e ka po një grua që punonte tek kojshia e tij duke i dhënë gjithë fëmijës së tij dhe e ka hyrë. Shkën shpet, aje gruja orë, ka qenë shpëgjera të e, ka kojt e ka mori ka shtigë. Ja ka hjek. Dhe e ka shtigë ishte, e ka shtigë në vijë. Fëmijën sa të në gjitha, dhe garet e sa ka qenë i madhë. Kër e kam pëjtë, pëse me përru është? Thotë sepse kojshia kjo gru shtigët, punën me ribo, me karamat, me fajde. E kjo është që jetë pleqaturit. Dhe këtë qënë shtash është që ka që halë dhe ka që ku. Dhe pas ta e ka citu profetin së hadithin që ka thonë për jam e selam la jërbu lahmun nebete min suhtin illa kane dinar o ulabihi subhanallah. Gjdo mish për njëri është fjallë për mish njëri që rritet me haram, ai është rrezik në djeg për i zjarë në gjenet. Allahu në rutja dhe në alamin, e në mundësos që me fitu dhe më ushqim me halal, sepse është të dëbishme edhe për veti, edhe për fëmijë, edhe për familje, por edhe